Raporti mes ish banorëve të Big Brother VIP Albania, Jos Markut dhe Loredana Bratit, ka qenë në qendër të vëmendjes ditët e fundit, duke ngritur dyshime mbi një ftoje të papritur në marrëdhënien mes tyre. Burime nga rrjetet sociale dhe fansat e vëmendshëm kanë vënë re një veprim domethënës nga ana e Josit, i cili ka ndaluar së ndjekuri Loredanën në Instagram, duke fshirë gjithashtu çdo kujtim të përbashkët me të nga llogaria e tij, përfshirë edhe postimet nga shtëpia e BBV. Ky veprim ka shkaktuar një sër reagimesh dhe spekulimesh, me ndjekës që pyesin nëse raporti i tyre ka marrë fund ose nëse ndodhen në një periudhë ftojeje. Ndërkohë, Loredana ka zgjedhur heshtjen, duke vazhduar ende ta ndjekë Josin në Instagram dhe pa dhënë asnjë koment publik në lidhje me situatën. Kjo qasje e rezervuar nga ana e saj është interpretuar nga disa si një shenjë maturie, ndërsa të tjerë e shohin si një përpjekje për të ruajtur një lloj distance emocionale pa nxitur dramë. Ende nuk ka ndonjë deklaratë zyrtare nga asnjëri prej tyre, por rrjetet sociale zihen nga komentet, me fansat që ndahen mes mbështetjes për secilin dhe kërkesave për sqarim publik. A është kjo një shenjë përfundimtare e një krisjeje në marrëdhënien e tyre apo thjesht një keqkuptim? Mbetet për t'u parë.